Faleminderit të dashur student që keni gjetë kohën sot në këtë mëngjes të së premtes të na bashkangjiteni në lancimin e masës mbështetëse pra të bursës së mobilitetit. Faleminderit edhe mediave për prezencën këtu. Është një masë për të cilën ne kemi punuar dhe jemi angazhuar që të realizohet, megjithse kishte qenë pra si premtim që të bëhej gjatë mandatit të ardhshëm. Jemi munduar që të gjejmë hapësirën fiskale pra që të fillojmë realizimin që nga ky vit akademik. Dhe kësaj ju jeni ndër përfituesit e parë pra, andaj ju përgëzoj, urime dhe suksese edhe në studimet e juaja. Unë nuk do ta kisha zgjatur më shumë dhe po ja kaloj me një herë fjalën kryeministrit, i cili gjithashtu pra po besoj është më së i kënaqur që po fillojmë me këtë masë për mbështetjen e gjeneratave të ardhshme, pra të ardhmes së vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit Ministre Kuran, të dashur studentë dhe student, është kënaqësi që jam sonte sot këtu bashkë me juve dhe që e kemi këtë moment kaq të rëndësishëm për rrugtimin tuaj akademik dhe profesional. Nuk jemi duke folur vetëm për një skemë mbështetëse financiare, por edhe për një vizion më të gjerë, atë për një republikë ku arsimi është i qasshëm, i drejt dhe i barabartë për të gjithë. Tash me bursën e mobilitetit për studentët, qeveria jonë po adreson një sfidë reale me të cilën janë përballur shumë studentë ndër vite. E kjo është kostoja e udhëtimit drejt universitetit. Kjo skemë është e bazuar në nevojën dhe e dizajnuar mbi parimin e drejtësisë sociale, sepse ne besojmë që distanca gjeografike dhe gjendja ekonomike nuk do duhet të jenë pengesë për arsimin cilësor. E dim që shumë familje shpenzimet e përditshme të transportit i kanë barë të rëndë. Prandaj edhe kjo bursë nuk është veç se përkrahje financiare, është mesazh i qartë se shteti është në anën tuaj dhe se investimi në arsim është investim në të ardhmen e Kosovës. Por kjo nuk është masa e vetme, siç besoj e dini të gjithë. Vetëm këtë vit qeveria ka mbështetur studentët edhe me 100 euro për krahje të njëhershme për fillimin e vitit akademik, pra në vjeshtën si vjet, për t'ju ndihmuar me përballimin e shpenzimeve financiare. Gjithashtu e kemi fuqizuar skemën e bursave STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, me qenë se Kosova ka nevojë për sa më shumë inxhinierë, inovator e programer të cilët ta çojnë vendin përpara. Një hap tjetër i rëndësishëm që kemi marrë qysh në fillim qeverisjes është arsimi universitar publik pa pagesë, sepse ne besojmë që arsimi i lartë nuk është një privilegj, por një e drejtë. Dhe tashmë janë afër 200.000 studentë që kanë përfituar nga kjo situatë, në të cilën edhe për bachelor, edhe për master studimet janë falas, pra ka një pagesë vetëm për doktoraturën. Të dashur studente, ju jeni pasuria më e madhe e këtij viti edhe e këtij vendi. Investimi në ju është investim në zhvillim ekonomik, në drejtësi sociale dhe në shoqëri më të barabartë. Pikërisht, gjendja juaj tregon se çfarë do të jetë ardhmja e vendit tonë. Nga ana jonë, angazhimi ynë mbetet i qartë, të ndërtojmë politika të cilat ju mbështesin, ju fuqizojnë dhe ju japin mundësi reale për sukses. Edhe Kurani dhe unë kemi qenë dikur student, kjo nuk do thotë që jemi nostalgjik, po edhe nuk do thotë që nuk jemi nostalgjik. Me fjalë tjera, është rëndësishme që studiojmë gjatë tërë jetës, por vitet vendimtare janë pikërisht atëherë kur studimet i bëjnë studentët. Dhe ne dëshirojmë me krejt çka dimë e mundemi t'ju ndihmojmë. T'ju përkrahim në mënyrë që kur ta merrni diplomën e universitetit të jeni sa më të përgatitur, jo vetëm për vendin tonë, por edhe për konkurrencën që kemi me vendet e tjera, me korporatat botërore, në një treg gjithnjë e më të integruar të dijeve, të përvojave, të ideve, të mallrave e të shërbimeve. Presim përkushtim, punë dhe besim në veten tuaj. Kosova ka nevojë për dijen, energjinë dhe vizionin tuaj. Gjatë këtij mandati qeverisës i kemi ndarë dikund afër 18.000 bursa në një buxhet të gjithëmbashëm prej rreth 20 milion euro dhe në vijim do ta dyfishojmë buxhetin për bursa. Nuk ka
kategori shoqërore e cila mund të tregoj se ka po shkon zhvillimi socio-ekonomik e kulturor i një vendi, sikurse ajo e studentëve të universitetit. Andaj ju uroj suksese në studime dhe rrugtim të mbar akademik. Qeveria do të vazhdojë të qëndrojë për herë edhe kudo pranë jush. Faleminderit.